Kontakti drejt për drejt me natyrën dhe zhvillimi i lojrave fëminore në oaze të gjelbërta është një luks për kohën ku jetojmë, por jo i pamundur për të gjetur, ndërsa shija voglushët e moshave 3 deri në 6 vjeç që pas ditën e së premtes po i gëzoheshin këndit të lojrave të realizuar nga 20 vullnetar nga Gjermania, Franca dhe Shqipëria, nuk mund të mos mendoja se sa pak duhet për t'i bërë fëmijët të lumtur, ndërsa lodrojnë mes natyrës. Po argëtohen shumë? Po. Këtë javë, Kopshti Mollakuqi është ndërruar në kantier ndërtimi, por rezultati final në përfundim të punës është mbreslënës. Janë studentë që kanë ardhur nga Gjermania, nga Franca, së bashku me studentët e Liceut Artistik Jordan Misja në Tiranë, dhe është një projekt i jashtëzakonshëm se na bashkon të gjithëve për të ndërtuar një kënd lodrash për fëmijët e Kopshtit tonë. I gjithë koncepti është i tillë që fëmijët edhe të lozin, por edhe të kenë kontakt me natyrën sa më shumë. Këndi lojrave është ideuar dhe projektuar të jetë i qëndrueshëm dhe afatgjat dhe njëkohësisht të mbajë gjallë kontaktin e vazhdueshëm të voglushve me natyrën që i rrethon. Gjatë kësaj jave ndërtuam shumë gjëra për këtë kopësht, u ndam në grupe dhe disa prej nesh realizuan hapësirat me rërë, shtëpinë në pemë, kolovajtsen, tenden e të tjerë. Mendoj se kemi ndërtuar diçka me shumë vlerë për fëmijët, të cilët do ta shijojnë për një kohë të gjatë. Gjithçka është krijuar që fëmijët të jenë në kontakt me natyrën, dhe po ta shihni, këndi lojrave ka krijuar një lidhje organike me ambientin përreth. Kopshti Mollakuqi është hapur rreth 2 vite më parë në zonën e Xhavzotajt, në rrugën kryesore Durrës-Shiak dhe praktikon pedagogjinë Waldorf Steiner. I pozicionuar në mes të gjelbërimit, ku fëmijët janë në kontakt të përditshëm dhe të drejtë për drejtë me natyrën, kopshti është mjaft i veçantë në llojin e tij.